Tre armiqet që e mundojnë njeriun, që nuk duan ta lënë të bëj ibadet, janë shejtani, epshi dhe shokët e këqij. Koka e të gjithë të këqijave është shoku i keq. Një i ri që nuk i nënshtrohet dëshirave të këqija, që vijnë nga shokët, nëse e fal namazin, nëse nuk i lej ibadetet, namazi i tij është shumë i vlefshëm dhe këto ibadete kanë shumë vlerë. Se Allahu na ka mësuar në Kur'an se kur njeriu e fal namazin, ai gjithsesi do ta largoj atë prej veprave të këqija. Mirë po, në realitet shohim se vërtet ka njerëz që falen edhe nuk janë të këtill si duhet të jenë, atëherë defektin duhet ta kërkojmë te vetë njeriu. Pse namazi nuk po e arrin atë efekt që duhet ta arrijë tek muslimani. Kjo i ngjan sikurse një pacienti i cili terapinë e përshkruar nga mjeku nuk e përdor në mënyrë të drejtë dhe e shohim se ajo terapi nuk ndikon te ai, dhe problemi nuk është te ilaçi, por problemi është te vetë mos disiplina e pacientit. Se njeriu i cili fal namaz dhe kur i drejtohet krijuesit, kur i drejtohet Zotit të madhruar me fjalën iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, o Zot ty të adhuroj dhe ty të pështetem, nëse në çat rast nuk është në vetdije, nuk është me vete, ai namaz nuk është në rregull, duhet ta përsëritje. Që do të thotë ka bë teknik, ka bë lëvizje fizike, në aspektin shpirtëror është i shpras. Prandaj ai namaz nuk ndikon në përmirësimin e sjelljeve, edukatës, moralit, veprimtarisë së njeriu. Allahu e ka ndarë Fatihan në dy grupe apo në dy pjesë. Pjesa e parë është që i takon Allahut, ndërsa pjesa e dytë është që i takon njeriu, falësit të namazit. E mu mesi, ajeti i mesëm i kësaj kapitine është iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ne vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Që do të thotë se njeriu i dorëzohet plotësisht Allahut fuqiplot dhe në ato momente arrin që të lirohet prej të gjitha brengave të përditshmërisë së tij dhe e gjen qetësinë maksimale shpirtërore. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ka me mira polec, antitrafikut, antidrogës, antialkoolit, të gjithë, si më thënë, fushave të devijimeve psikosociale, derdhen me miliarda mjete për të parandaluar dukuritë negative të prostitucionit, narkomanisë, të trafikimit, të krijesave njerëzore etj. Ndërsa e gjithë kjo do të mund të shmangej pa polici, pa gjyqe, pa ushtri, vetëm me pranimin e islamit nga njerëzit. Në momentin që njeriu e pranon me gjithë zemrën islamin dhe fillon të organizojë jetën e vet përmes islamit, ai nuk ka nevojë për frikë nga policët e nga gjyqtarët, sepse ai e ka frikë respektin nga krijuesi i vet.